Velipoja konfirmohet si një nga destinacionet më të preferuara të verës. Korriku e ka gjetur Velipojën plot me pushues dhe turistë, ndërsa fluksi vizitorëve konfirmon se ky bregdet mbetet një nga destinacionet më të preferuara të verës në Shqipëri. Plazhet publike dhe ato të menaxhuara nga Bashkia Shkodër po vlerësohen për pastërtinë, organizimin dhe shërbimet që ofrojnë, duke krijuar kushte komode për pushuesit vendas dhe të huaj. Hera parë është këto, pizvistre këna ardhë, shumë e mirë. Im fregu shumë se ushqimi në konë rregull, s'ta kom pas problem, gjithë ka perfekt. Shumë mirë më knashme, me kafe, me ushqimi pritja shumë e mirë. Jena knaqën shumë, e i falenderojmë për këta rombe që i kanë vu. Jena vujt shumë për rombe, se nuk e këtë karroca në ranë, me qamet. Ama tash, u baftë qnete, i lumë dora që na i kanë godit. Po mirë është, përgjithësi jo mirë. Ma mirë se Shëngjin është plazha shumë. Shumë sigurisht më e mirë, se zakonisht kena shku në Shëngjin më herët. Kem qenë edhe vjetë, prapë sigurisht. Për ditë më mirë, është shumë mirë. Jena shumë të kënaqur. Nga Gjakova. Mirë, shumë bukur. Po më shumë mirë. Mirë janë. Ma bukur s'ka. Sjellja mirë është, respekti. Nga Shkupi gje kemi ardhur dhe koha po më mirë. Punë të shkojnë në rregull, lusmi Zotit ta ruaj shqetësitë e bollit. Mirë, pas të tjetër s'ka përshkrim tjetër. Mirë është. As në Evropë më bukur nuk ka. Ashti mdokët diçka për afër Gjakova me Velipojën, diçka s'di, çka nuk kemi ndruar asnjë vend përveç Velipojës. Shumë bukur, nuk e di. A ka më bukur në kon? I mirë, i bukur. Përballohet edhe me kushtet tona edhe Velipojës. Një nga risitë e këtij sezoni është edhe rampa që mundson aksesin deri në det për personat me aftësi të kufizuar, shërbimi i parë i këtij lloji në një plazh publik në Shqipëri. Ky investim e bën Velipojën një destinacion më gjithëpërfshirës, duke garantuar që edhe personat me kufizime në lëvizje të mund ta shohin bregdetin me dinjitet dhe lehtësi. Këto po, më mirë është. Se është pak më lirë. Po më rrekulli, çka ka më tjetër. Tepër nuk ka këtu, se për shembull një pensioneri me 100 euro ja ka bo mundësit me ardhë me pushu këtu, kë nuk e di çfarë moshe më e madhe ose nder më i madh ka se për atë. Përvoja pozitive e pushuesve po kthehet në promovimin më të mirë për Velipojën. Vlerësimet e tyre për pastërtinë, hapësirat publike, shërbimet dhe investimet e reja tregojnë se turizmi në këtë zonë po zhvillohet me standarde gjithnjë më të larta, duke bërë Velipojën një zgjedhje të preferuar për pushimet verore.